Në krahun tjetër vendosim gjitha obligimet. Në 10 vjetët e fundit vlerësohet se Kosova nuk shënoi kurrë përparimi në rrugën drejt integrimit evropian. Me qëllim që çështja të kthehet në fokus, Grupi për Studime Juridike dhe Politike dhe Instituti i Kosovës për Politika Evropiane prezantuan barometrin e reformave evropiane. Pra që nga hyrja në fuqi, marrëveshje, stabilizim, asociimi, thelbësisht Kosova nuk ka bërë asnjë përparim tutje. Integrimi evropian dhe reformat që ndërlidhen me procesin rezulton as të mos ishin prioritet në agjendat e qeverive në këto 10 vjetët e fundit. Përqendrohemi tek mundësitë cilat ekzistojnë që të nxisim një momentum më të madh dhe të rivendosim besimin dhe motivimin e rrugtimin ton drejt Bashkimit Evropian. E lidhur me performancën e ministrive, në aspektin e reformave u kritikua ajo e zhvillimit rajonal. Njëta nuk e ka të planifikuar asnjë mos në programin kombëtar të integrimit evropian dhe rrjedhimisht nuk ka marrë asnjë pikë. Por detyra e barometrit është pikërisht avancimi i diskursit publik mbi reformat e EBE-s. Pavarësisht faktit që ka shumë histori se çfarë nuk shkon me Bashkimin Evropian, ka ende shumë vende që duan të antarësohen dhe mendojnë që ky është mesazh më i mirë se sa i rëndësishëm është Bashkimi Evropian në botë. Më 15 dhjetor të 2022-s, Kosova aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian.